Shoqata kulturore Vizioni Em në bashkëpunim me shoqatën edukative kulturore Femida Alp, dje në hapësirat e Rem Mall kanë organizuar aktivitetin e quajtur Muri i Ramazanit. Në këtë aktivitet, qytetarët kanë pasur mundësi që në përfleta të shkruajnë mesazhe për vojat të tyre dhe të njëjtat t'i vendosin në murin e Ramazanit, ndërsa përveç kësaj janë dar falas edhe libra me përmbajtje fetare për të gjithë grup moshat. Ersale Zeqiri nga shoqata Vizioni Em është shprehur e kënaqur me këtë aktivitet të organizuar, duke shpresuar që interesimi për aktivitetet të këtilla kreative të jenë të mirëpritura nga qytetarët. Qëllimi i këtij aktiviteti është që ne si shoqata, si Vizioni ashtu dhe Femida t'japim një mesazh se Ramazani është me të vërtetë një muaj i ndryshimit, ku përveç ndryshimit personal ne edhe mund të ndryshojmë edhe botën me mesazhet tona, duke shfaqur dashuri, mirësi dhe afrim mes njerëzve. Ndryshe, gjatë muajit të Ramazanit organizohen shumë aktivitete të ndryshme nga shoqata jo qeveritare.